Është falas në shkollat e të gjithë vendit. Siguria e të rinjve në epokën e rrjeteve sociale është bërë një temë e rëndësi globale. Përdorimi i platformave si TikTok ka ngritur shqetësime për ndikimin e tyre të adoleshentët, veçanërisht në lidhje me përmbajtjen dhe kohën e kaluar online. Për këtë arsye, qeveritë po ndërmarrin masa të ndryshme për të mbrojtur të rinjt. Në Shqipëri, debati mbi ndikimin e rrjeteve sociale të fëmijëve dhe adoleshentët po merr gjithnjë më shumë vëmendje, sidomos pas vendimit të qeverisë për të mbyllur përkohësisht TikTokun, derisa kjo platformë të ofrojë garanci për sigurinë e përdoruesve. Kjo masë u ndërmarr pas shqetësimeve për ndikimin negativ të internetit në shëndetin mendor të të rinjve. Në këtë kuadër, kryeministri Edi Rama ka propozuar që në shkolla të shfaqet seria Adolescence, një prodhim i regjisorit Leon Oldstrong, i cili trajton pikërisht sfidat me të cilat përballen adoleshentët në epokën digjitale. Edhe në Britaninë e Madhe, autoritetet arsimore kanë marrë një çështje të ngjashme, duke vendosur që seriali Adolescence të shfaqet në shkolla si pjesë e përpjekjeve për ndërgjegjësimin e të rinjve mbi rreziqet e internetit dhe ndikimin e tij në shëndetin mendor. Seriali rrëfen historinë e djalit të ri, që i magjepsur fillimisht nga bota online, përjeton gradualisht presionin e pëlqimeve dhe validimit virtual, duke reflektuar pasojat që rrjetet sociale mund të kenë në vetvlerësimin dhe marrëdhëniet e të rinjve. Për Ramën, kjo serie është një mjet i fuqishëm për të kuptuar më mirë botën e brendshme të fëmijëve dhe për të ndërgjegjësuar shoqërinë mbi rreziqet që shpesh neglizhohen. Seriali rrëfen historinë e një djali adoleshent i cili fillimisht e sheh internetin si një vend argëtimi dhe lidhjeje me të tjerët. Përmes përjetimeve të tij, seriali tregon se si rrjetet sociale mund të ndikojnë në vetvlerësimin, marrëdhëniet shoqërore dhe shëndetin mendor të të rinjve. Konflikti arrin kulmin kur ai përballet me pasojat e përdorimit të tepruar të rrjeteve sociale dhe detyrohet të përballet me realitetin jashtë botës digjitale. Përmes një rrëfimi të fuqishëm dhe skenave realiste, Adolescence synon të hapë një debat mbi efektet të rrjeteve sociale. Seriali trajton tema si krahasimi i vazhdueshëm me të tjerët, varësia nga rrjeti, presioni për të ndjekur trendet dhe izolimi që mund të shkaktohet nga përdorimi i tepërt i telefonave dhe internetit. Ky projekt synon të ndihmojë të rinjt të zhvillojnë një marrëdhënie më të shëndetshme me teknologjinë. Në të ardhmen pritet që më shumë vende të ndërmarrin hapa të ngjashëm për të mbikëqyrur ndikimin e rrjeteve sociale. Qoftë përmes ligjeve, qoftë përmes edukimit, mbrojtja e të rinjve në botën digjitale do të vazhdojë të jetë një prioritet kryesor për shoqëritë moderne. Projekte si Adolescence mund të bëhen shembuj të rëndësishëm për vendet e tjera që kërkojnë zgjidhje të reja për të mbrojtur fëmijët dhe adoleshentët nga rreziqet e internetit.